أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me të vërtet falënderimet I takojnë vetëm Allahu Gjallëshanuhu, atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë. I lutemi Allahu Gjallëshanuhu të na ruaj nga tekëqijat e vetes dhe punëve tona. Këdo që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe këdo që e humb Allahu Gjallëshanuhu nuk ka kush e udhëzon në rrugën e drejtë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahu Gjallëshanuhu, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Një falëndrim të veçantë është edhe për Këshillin e Bashkisë Islame në Dragash dhe televizionin e Opojës, që na mësuan që edhe ne në këto treva të ju paraqitemi xhamateve tona me derse të ndryshme. Tema për të cilën do të flasim sot është 7 grupet, hadithi pejgamberit alayhisalatu wasalam, 7 grupet në hijen e Allahu Gjallëshanuhu. Me këtë Islam edhe jetës ja dim vlerën më shumë, I respektojmë më shumë prindërit, të afërmit, të varfërit dhe të gjithë njerëzimin. Me Islam I kuptojmë më mirë dhe misionin tonë përse kemi ardhur në këtë botë. Dhe se ai Zot për njeriu krijoi çdo gjë, kurse njeriu e krijoi që të adhuron Allahun Gjallëshanuhu. Në Islam kuptojmë se ne si musliman duhet të jetojmë për Allahun Gjallëshanuhu, të punojmë për Allahun Gjallëshanuhu dhe të vdesim për Allahun Gjallëshanuhu. Ne muslimanët po kënaqemi me këtë Islam në këtë botë, por do të kënaqemi edhe më shumë në botën tjetër kur të takohemi me Allahun Gjallëshanuhu. Të fituarit e kënaqësisë së Allahut, të fituarit e mëshirës së Tij është një shpresë e madhe për gjithë muslimanët mbar rregullin toksor. Dita e gjykimit është dita më e rëndë dhe më e vështirë për njeriu. Është ditë vendimtare për lumturi apo për mjerimin e tij. Ndër llojet e njerëzve të cilët do të jenë të lumtur e të qetë në ditën e gjykimit, janë edhe 7 njerëzit të përmendur në një hadith të pejgamberit alayhisalatu wassalam. Hadith të cilin posa lexon muslimani I kënaqet shpirti dhe I shtohet lakmia për të qenë njëri prej tyre. Pejgamberi alayhis salam ka përdorur metoda të shumta për t'ia mësuar njerëzve fen. Përveç urdhëresave dhe ndalesave, ndonjëherë ka miratuar edhe punën e mirë të dikujt tjetër. Ndonjëherë u ka drejtuar pyetje shokëve të vet dhe përgjigjen e ka dhënë vet. Pyetjeve që I beshin ndonjëherë u përgjigjej ashtu siç ishte, por ndonjëherë duke dhënë edhe me tepër detaje nga ç'kërkohej. Ka ndodhur të mësonte edhe duke vepruar ose duke u larguar vet nga ajo vepër. Ndonjëherë ka folur pak dhe sakt. Dhe këto fjalë ka vendur në mendjen e njerëzve duke I përmendur nga 3 herë. Pejgamberi alayhis salam na përkujton shpesh botën tjetër. Ne e dim se kur vjen stina e verës dhe temperaturat rriten, njeriu në atë nxehtësi kërkon diku ndaj flllat, kërkon ujë të ftoftë e kështu me radhë. Kjo është gjendja jonë në këtë botë, a thua si do të jetë gjendja jonë në botën tjetër, nesër kur do të dalim para Allahu Gjallëshanuhu, kur njerëzit do të ringjallën të zbathur, të zhveshur dhe të pabërë synet. Siç transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhisalatu wasalam ka thënë, në ditën e gjykimit njerëzit do të ringjallën të zbathur, të zhveshur dhe të pabërë synet. Unë I thash, o I dërguari I Allahut, meshkuj dhe femra bashk, kurse pejgamberi tha, o Aisha, gjendja do të jetë shumë më e rëndë se sa që mendojmë ne. Kjo botë do të thotë se ajo ditë do të jetë aq e vështirë për njerëzit sa që nuk do të I bjen ndërmend askujt të shikon njëri tjetrin. Dielli do t'ju afrohet 1 milje përmbi kokat tona. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, në ditën e Kiametit dielli do t'u afrohet njerëzve dhe do t'u vinë lartësi vetëm 1 milje. E njerëzit do të jenë në djers në përshtatshmëri me veprat e tyre që kanë bërë në këtë botë. Ne dëgjojmë njerëzit të porosisin njëri tjetrin në këtë botë të mos hecin kur është nxehtësi e madhe, kur është domethënë mesi I drekës. Bëjnë thirrje që njerëzit kur ata që punojnë të pushojnë në atë kohë sepse nxehtësia e madhe sjell dëm për
për shëndetin e njeriut. Kurse si do t'jetë gjendja jonë atë ditë kur do të na afrohet dielli 1 milje për mbi kokat tona. Njerëzit harrojnë se ky diell, për të cilit po ikin tash, po fshihen dika tjetër, si do t'ja bajmë nesër në ditën e llogarisë. Dikush mund të pyes si është e mundur që dielli të afrohet njerëzve aq afër, me këtë largësi, ndërsa njerëzit të qëndrojnë pa u djegur. Ekziston një dallim i madh në mes kësaj bote dhe botës tjetër. Ne e dimë se njerëzit do të qëndrojnë ditën e kiametit 50.000 vjet, ndërsa sipas përmasave të kësaj bote, a mund të qëndrojë dikush 50.000 orë, e lere më 50.000 vjet pa ushqim, pa pije, pa gjumë dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, e të mos vdes. Allahu xhaleshanu për atë ditë thot në surën Abese, ajeti 34-37. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, a ditë njeriu iken prej vllaut të vet, wa ummihi wa abihi, prej nenës dhe babait të vet, wa sahibatihi wa banihi, prej gruas dhe fëmijëve të vet. Li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, a ditë secilit njeri i mjafton çështja vet. A ditë njeriu iken prej nënës së vet, e që në këtë botë ka më të dashurën. Iken prej babës së vet, gruas, sepse secili është i preokupuar me çështjen e vet. Edhe Ibrahimi a.s. iken prej Ismailit a.s. Merjemja iken prej Isaut a.s. Ademi iken prej bijve të vet. Pra dhe pejgamberët e Allahut janë në vështirësi të madhe atë ditë kur do të dalin para Allahut xhaleshanuhu, kur njerëzit i ka kapluar mundimi i madh, sepse Allahu xhaleshanu është zemëruar shumë atë ditë. Asnjëherë më parë nuk është zemëruar Allahu xhaleshanuhu sikur atë ditë dhe as që nuk do të zemërohet në të ardhmen. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhis salam ja sollën një copë mish prej këmbës së parë, sepse e pëlqente shumë atë. Ai mori pak për ati mishi dhe tha: unë do të jem prisi i njerëzimit në ditën e kiametit. Po a e dini përse? Allahu do t'i grumbullojë të gjithë njerëzit të parë dhe të mramët në një vend të lartë dhe të gjerë. Dielli do të ulet aq afër njerëzve sa që ata do të provojnë shumë ankth dhe shqetësime, sa që nuk do të jenë në gjendje ta përballojnë atë. Pastaj do të thonë njerëzit: a nuk e shihni në çfarë gjendje kemi ardhur ne? A nuk po kërkoni ndonjërin që të ndërmjetësojë te Allahu xhaleshanuhu? Disa do të thonë njerëzve: shkoni te Ademi alayhis salam, ai është baba i njerëzimit. Ata shkojnë te Ademi alayhis salam dhe do t'i thonë: o Adem, ndërmjetëso te Allahu xhaleshanuhu, sepse ai ty të krijoi me duart e veta, ta dha shpirtin. Kurse Ademi alayhis salam thotë: ç'është vetja ime, 3 herë do më thonë përsërit këtë. Thotë: jo, thotë se unë thotë Allahu xhaleshanuhu më ndaloi një pemë në xhenet, kurse unë nuk e përmbajta veten dhe hëngra. Atëherë këta thonë: shkoni te Nuhu alayhis salam. Kur shkojnë te Nuhu alayhis salam, edhe ai thotë: çështja ime, vetja ime, thotë se unë kam pas një lutje me përgjigje të saktë, dhe atë lutje e bëra kundër popullit tim. Dikush tjetër thotë: shkoni te Ibrahimi alayhis salam. Kur shkojnë te Ibrahimi alayhis salam, e netja gjën ndodhë dhe ai thotë: vetja ime, thotë: unë kam gënjyer. Fjala është kur ta mbreti pa besimtar thotë për Sarën se kjo është motra ime. Në realitet ajo ka qenë motër prej Islamit. Mandej thonë: shkoni te Musa alayhis salam. Kur shkon te Musa alayhis salam, edhe ai të njëjtën gjë e përsërit, thotë: vetja ime, sepse thotë unë kam vrarë në njeri, nuk kam qenë i detyruar ta vras. E dikori në fund thonë: shkoni te Muhamedi alayhis salam. Kur shkojnë te Muhamedi alayhis salam, dhe atëherë Muhamedi alayhis salam shkon te Allahu xhaleshanuhu, i lutet dhe fillon domethënë gjykimi. Allahu na lehtësoft atë ditë të rëndë dhe të vështirë. A thua nuk duhet të interesohemi për këtë ditë të madhe, për këtë ditë të gjatë, që t'jemi mas që qelë në këtë botë. Sa shumë nevojë kemi të gjithë të strehohemi në hijen Allahu xhaleshanuhu. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar se kush janë ata njerëz
që do të jenë në hijen e Allahu xhaleshanu në një hadith ku e transmeton Ebu Hurajra ku thot an Abi Hurajra an an-nabi qal sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu الإمام العادل والشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بيمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Ebu Hurajra transmeton, tregon se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë, Allahu do t'i fusë në hijen e tij 7 lloj njerëzsh, në ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Allahu xhaleshanuhu. E këto grupe janë grupi i parë, imami, sunduesi, prisi, udhëheqësi i drejtë. Në grupin e dytë hyn një djalosh i ri i rritur në adhurim ndaj Allahu xhaleshanuhu. Grupi i tretë një njeri zemra të cilit është e lidhur me xhamin, vazhdimisht i falte 5 kohët e namazit në xhami. Grupi i katërt, ai i cili nuk pranon ftesën e një gruaje të shtresës së lartë për të bërë zina, imoralitet. Grupi i gjashtë, një njeri i cili jep sadaka, fshehurazi, sa që dora e majt nuk e din çka ka dhënë dora e djathtë. Dhe grupi i shtatë, një njeri i cili e përmend Allahun në vetmi dhe i mbushen syt me lot. Prisi të drejt nuk i realizohet drejtësia e tij përveç se kur e ka frikën ndaj Allahu xhaleshanuhu. Kurse i riu i cili është në moshën e re dhe është lidhur me xhami, pavarësisht saj është rritur dhe duke adhuruar Allahun xhaleshanuhu. Siç theket në një hadith, Allahu xhaleshanuhu çuditet me një të ri me qëndrimin e tij në fenë e Allahut i cili nuk lodhet asnjëherë. Njeriu që e ka zemrën e lidhur me xhamin, si motiv ka dashurinë e tij për adhurimin e Zotit. Ndërsa zemra e tij është e lidhur, sinjalizon se ndjen kënaqësinë e imanit. Ndërsa dy vetë të cilët duhen për Allahun xhaleshanuhu dhe nëse ndahen vetëm për Allahun xhaleshanuhu, edhe ata kanë frikën e Allahu xhaleshanuhu dhe veprojnë në këtë mënyrë. Njeri i cili jep sadaka, fshehurazi, e mposht kooperacinë dhe nuk don që dikush ta lavdron. Ndërsa çështja atij që nuk pranon ftesën e një gruaje të shtresës së lartë, që të bëjë zina, e ka shtyrë vetëm se mbikëqyrja e Allahu xhaleshanuhu. Ati që i mbushën synë me lot nga frika Allahut, ai e përmend ata në vetmi dhe ndihen se është i dobët para madhështisë së Allahut xhaleshanuhu. Ibn Qayyim el-Jawziyja për këtë hadith thot, nëse studioni hadithin rreth të shtatave që Allahu do t'ju jap hije, do ta kuptoni se ata e merituan këtë hije të Allahu xhaleshanuhu për shkak të mposhtjes së epsheve në këtë dynja. Udhëheqësi që ka pushtet nuk do të jetë në gjendje të bëjë dështi vetëm duke kundërshtuar dëshirat, nefsin në këtë botë. Personi që është i lidhur me xhamin e bëri këtë duke mposhtur dëshirat që e çojnë në vendet e epsheve. Personi që jep me të djallën dhe e majta nuk e din çka po jep, po të mos kish mposhtur dëshirat e tij, nuk do të arrinte këtë gjendje. Njeriu që u thirr nga një grua e bukur, i friksohet Allahut dhe e mposhti dëshirën e tij. Këta njerëz do të jenë të shpëtuar atë ditë të gjatë që do zgjas 50.000 vite dhe nxehtësia dhe vapa e madhe e saj mbi kokat tona. Shpërblimi është sipas punës. Këto 7 kategori i bën këto vepra për shkak se i friksohen Allahu xhaleshanuhu, kurse Allahu xhaleshanuhu i siguroi ata nga dita e frikës. Pra frikën e tyre është përblen me sigurinë. Thot Allahu xhaleshanuhu në një hadith kutsi, pasha madhrinë time, robit tim nuk ja bashkoj 2 frika dhe as 2 siguri. Kush me friksohet në dynja, e siguroj në ahiret,
E kush nuk me friksohet në dynja, e friksohet në ahiret. A mund të përfshihen të gjitha këto cilësi tek një person i vetëm? Po, është e mundur. Pas një pengesë, nga se pejgamberi a.s. i ka përmendur të dyert e xhenetit dhe ka thënë: ai që është namazli, thirret nga dera e namazit. Ai që është i xhihadit, thirret nga dera e xhihadit. Ai që është i sadakas, thirret nga dera e sadakas. Ai që agjeron Ramazanin, thirret nga dera e agjerimit. E kështu me radhë. Ebu Bekri tha: o, a ka mundësi o i dërguari i Allahut që një person të thirret nga të dyert, nga të gjitha këto dyert? Po, i tha pejgamberi a.s. shpresoj që ai të jesh ti o Ebu Bekër. Edhe pse pejgamberi a.s. ka përmendur të dyert e xhenetit, çdo banor i xhenetit do të thirret nga ajo derë për të cilën ka punuar më shumë në këtë botë. Këto 7 cilësi të cekura në hadithin në ishin ngërmbulluar të Jusufi a.s. Thuhet se Jusufi a.s. është rritur duke adhuruar Allahun xhaleshanuhu. Kurse kur e thirri gruaja e bukur dhe me famë, ai tha: me adha Allah, Allahu më ruajt. Gjithsesi për të thuhet se jepte sadaka shumë. Ai gjithashtu ka qenë një pris i drejt, i donte njerëzit. Ai ishte lidhur me xhamin dhe kujtonte Allahun në vetmi. Ai çante shumë për Allahun xhaleshanuhu. Këto cilësi janë ngrumbulluar te Jusufi a.s. dhe nuk kanë përmendur dikën tjetër që janë përmendur, domethënë këto cilësi te dikush tjetër përveç se te Jusufi a.s. Historia, domethënë, nuk na përmend dikën tjetër. Me çështjen e gruas së bukur dhe me nam, ai domethënë e frenoi veten e tij dhe kështu që i plotson të gjitha këto 7 kushte. Ai ka të drejtë të cilësohet me të gjitha këto cilësi. Është vlerë dhe nder nga Allahu dhe nuk është jo logjike që Allahu t'i nderoj disa të rinje me këto cilësi. Njeri rritet duke bërë adhurim, tregohet i ndershëm dhe familja ti e marton herët, i do të varfërit, jep sadaka dhe gjitha mund të i plotësoj këto 7 kushte. Shpërblimi i këtyre 7 kategorive a është i veçantë vetëm për burra apo edhe për gra. Kjo dhënti dhe ky shpërblim nuk është i veçantë vetëm për burra. Domethënë këtu përfshihet edhe gjinia femrore. Një ere e cila rritet dhe edukohet që të adhurojë Allahun e përfshin ky shpërblim. Ata që duhen për hir të Allahut, ato që duhen për hir të Allahut i përfshin ky shpërblim. Gjithashtu çdo femër të cilën e thërret në imoralitet, një burr i shtresës së lartë dhe i bukur, e ajo thot më të vërtet unë kam frikën e Allahut, e përfshin ky shpërblim. Ajo cila e sadaka fsheftas, domethënë i plotson kushtet me marrë këtë shpërblim, ndërsa sa i përket udhëheqjes së shtetit, ajo është e veçori e burrave. Gjithashtu edhe namazi në xhami me xhamat është i veçantë vetëm për burra, nga se namazi i femrës në shtëpi është më i vlefshëm se sa në xhami. Në fund lutim Allahun xhaleshanu që të na forcojë besimin ton. Lutim Allahun xhaleshanu që të na mundsoj që të kryejmë të gjitha ibadetet gjatë këtij muaji të Ramazanit, si namazin, agjerimin, sadakan, zeqatin, veprat e mira kështu me radhë. E në fund, e lutim Allahun xhaleshanu që kur na merr shpirtin, na merr duke thënë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.